Kush nga ju e ka dëgjuar teorinë Pac-Man, teorinë e tokës së sheshtë, e di që do t'ju pëlqej shumë, ndaj ndiqeni me kujdes. Ndiqeni me vëmendje dhe kushtu rastisht t'i bëj like faqes, nuk ju kushton asgjë që të shihemi sërish dhe dëgjojeni këtë sepse ka disa gjëra shumë të çuditshme që përkojnë. Tani nuk po them që toka është e sheshtë. Jo, unë po përcjell të gjithë ato që thonë. Dhe do t'ju them çfarë. Në vitin 2018 u bë një konferencë ndërkombëtare dhe në këtë konferencë ndërkombëtare morën pjesë të gjithë ata që mendojnë që toka është e sheshtë. Por mes tyre i kamufluar tregohet se ishte një njeri i mistershëm që bëri një parantezë shumë të rëndësishme dhe ishte mes njerëzve. Kishte vënë një palë mustaqe falso dhe një kapele në kokë dhe me syze. Tregohet që padyshim ky është një shkencëtar sepse foli në mënyrë shkencore se si mund të jetë toka e sheshtë dhe si nuk mund ta perceptojmë ne. Pikë së pari, pra numri 1. Ai thotë që toka në radhë të parë është nuk tha që është, por thotë që toka mund të jetë e sheshtë dhe rreth të ketë akull. Dhe ti përveç se që nuk e kalon dot sepse temperaturat janë shumë të ulta, por edhe erërat janë shumë të forta dhe rreth ti nuk mund të kalosh dot. Por nëse do të ndodh që ka patur raste, do t'ja tregoj rastet, thash kush është rastisht le t'i bëj like faqe sepse do t'ju pëlqej shumë, që do ta përsërisim me fjalë do themi dhe gjëra tjera më të rëndësishme të kësaj tematike më vonë dhe në një video tjetër. Dhe po thoshe që ka patur raste që janë zhdukur njerëz dhe janë shfaqur diku tjetër. Po, tani po ju them, po prisni një sekond. Tani, pikë së pari, duhet të dini që ky shkencëtari, që mendohet që ishte shkencëtar, në vitin 2018 kur u bë kjo konferencë, tha që pikë së pari mund të jetë ky akull, rreth që ne nuk e kalojmë dot. Por edhe nëse ne do të kalojmë këtë akullin, mund të ndodh efekti Pac-Man. E keni dëgjuar ndonjëherë? Efekti Pac-Man. Është një lojë e vjetër që nga këtu hidhesh aty etj. Por pse e thon kështu? Sepse ai thotë që duke nëse do ta marrim parasysh për shembull që njeriu ka brenda qelizat të tij, brenda në trup. Qelizat nuk e din se kush është njeriu. E din që jetojnë aty brenda, por nuk e din. E njëjta gjë që ndodh me njeriu. Njeriu jeton në këtë planet, por nuk e percepton dot. Dhe planeti njëkohësisht jeton në univers, por nuk e kupton dot gjuhën e universit. Vetëse është pjesë e universit. Pra e njëjta gjë edhe njeriu me tokën. Çfarë do thotë kjo? Senset tona, siç thoshte edhe ky shkencëtari, janë programuar për të jetuar këtë jetë. Dhe ne nëse shkojmë në ekstremitetet e tokës, siç thoshte ky, senset tona nuk pa e kuptuar, ne në qoftë se nuk do të ndodhë gjë tjetër, pra për fenomenet të tjera që mund të mos vdesësh, dhe në qoftë se je ende gjallë, ti padyshim nuk rrëzohesh, por shfaqesh diku tjetër. Pra këtë thotë ky shkencëtari. Dhe tjetra, nëse do futemi thellë në fizikën kuantike, që është e vërteta, senset tona janë të programuara. Siç e kemi thënë për herë, për shembull, sytë tanë nuk e dim nëse shikojnë me fjalë bota është në bardhëzi apo jo, por ne që shikojmë me ngjyra sepse janë reflekset ato dhe emetimi i këtyre ngjyrave, këtyre objekteve që na bëjnë ne që duken si ngjyra, sepse i përpunon truri me antigjeneve. Pra ky është në sintezë efekti se përse ne shohim me ngjyra dhe jo në bardhëzi. Por ne në të vërtetë nuk e dim se si është bota rreth nesh. Dhe këtë thotë edhe ky shkencëtari në këtë konferencë që ne e perceptojmë botën ashtu, është si një burg, thoshte që ne e perceptojmë botën ashtu siç është dhe nuk mund të dalim nga kjo. Dhe nëse do të ndodhë, thoshte ai, që të dalë, që të rrshqasi dikush, shfaqet diku tjetër. Dhe tani po ju them. Në vitin 1929, një tip i quajtur Richard Amundsen, që ishte një eksplorator norvegjez, ai kishte shkuar për një ekspedit në kontinentin e akullt. Dhe çuditërisht, nuk ka ndodhur njerë, sepse është gjitha dokumentuar, e zezë mi të bardhë. Çuditërisht ai u zhduk disa herë, pikërisht për aty në kontinent, dhe u shfaq disa herë.
Bile, në një nga këto herët që është shkruar aty, ai u zhduk në një akullnaj, sepse u ngjit deri sipër te kjo akullnaja, dhe çudia ishte që u zhduk aty, por nuk doli në të njëjtin vend, por doli rreth 18 kilometra larg. Po. E dëgjuat mirë, me një fjalë, nga ai vend nuk u gjet më, por u gjet 18 kilometra larg. Në qoftë se ai do të ishte kaq i shpejt që teste për 18 kilometra, do t'i duheshin të paktën në 18 kilometra 4-5 orë. Okej? Mirë po, anija e tyre që lëvizte, sepse ishte nga ana e ujit, e bëri shumë shpejt. Nuk me mbaj mend tani se sa kohë zgjati, por ishte shumë shpejt, gjysmore, nuk e di, diçka e tillë, ndoshta edhe pak më shumë, por çudia është që atij do t'i duheshin jo 5 orë, por në një ambient të tillë, me një ftomë kaq të madhe dhe me atë ngricën e madhe, pra edhe me këmbët që krijojnë problemin në dëbor apo në ngrica, atij do t'i duheshin 10 orë, ndoshta edhe një ditë e tërë për të dalë nga ana tjetër. Dhe nuk ndodhi një herë, ndodhi disa herë. Pra ky eksploratori norvegjez, Richard Amundsen. Ky Richard Amundsen, norvegjez, ky nuk dihet se si, por u zhduk dhe u shfaq disa herë. Herën e fundit që u zhduk, menduan se do ta gjenin prapë, por nuk u gjet më. Ai u zhduk dhe tregohet që edhe një pjesë e ekuipazhit. Megjithatë, e kërkuan në vitin 2009, nuk gjetën asnjë lloj gjurme të këtyre. Megjithatë, pse po e them këtë? Sepse nuk ishte era e parë. Bile edhe koloneli Richard Byrne, që se keni dëgjuar atëherë, edhe ai thoshte që u shfaq në një vend tjetër, që se mbani mend, e kemi thënë në një nga emisionet tona, që Richard Byrne ishte një eksplorator amerikan, që ai gjatë momentit që u fut me këtë, se ai iku me avion, gjatë momentit që u fut në këtë zonën, që ishte një zonë, po flasim vitet 64, 65, 70 ndoshta. Ai u fut në këtë zonë, në një zonë, sepse edhe ky kishte të dhëna nga eksploratorë të tjerë që u futë me avion. Ndaj donte të shkonte me avion, sepse me avion ishte më thjesht. Dhe kur u fut me avion, ai në një zonë që ishte komplet dëbor, akull, ngric, binte shi e tjere, kështu ngric, ai doli në një oazi, në një vend fantastik. Mirë po kishte frikë të ulej, sepse ta nëse do ulesha, nuk e di si do ndodhte. Dhe dini pse nuk ul? Pikërisht pra sepse kishte dëgjuar të gjitha këto histori të dikujt, të disa eksploratorë më përpara, që thoshin që në qoftë se kalon një pjesën e akullt, zhdukesh dhe mund të dukesh nga në vende të tjera. Mirë po ai, duke mos ditur tani, duke mos qenë i sigurt, tha më mirë mos ta bëj dhe nuk e bëri. Në fakt, mbeti i gjallë. Pse po e them këtë tani? Sepse profesori ose ai shkencëtar që ishte në konferencën e këtyre që mendojnë që toka është e sheshtë, në vitin 2018, unë mendoj se ka të drejtë. E zëm sikur nuk ishte një shkencëtar, por të gjitha ato që ai thot janë pjesë të shkencës, janë pjesë të studimeve që ka bërë dhe shkenca e Mirfield. Pra, që njeriu e jeton botën në bazë të një programi që ka ADN-ja jonë dhe truri ynë. Në bazë të këtij programi ne njohim këtë botë dhe e jetojmë kështu siç është. Dhe në bazë të këtyre parametrave ne nuk mund të dalim jashtë, sepse është ai matriksi që kemi folur. Dhe në qoftë se kjo është e vërtet, sepse është e vërtet, atëherë na bën që të mendoj që edhe bota, në qoftë se do të ishte e sheshtë, nuk të lë që ti të tejkalosh, ose më mirë, në qoftë se ti e tejkalon cakun, në qoftë se ajo është e sheshtë dhe ti kalon, pra ti zhdukesh tu, po mund të shfaqesh diku, këtej, nuk dihet. Pra, pse e them këtë? Sepse këtë kanë marrë si bazë këta njerëzit që mendojnë që toka është e sheshtë. Pra, që atëherë, që në vitin 2018, ka shumë njerëz që mendojnë që në qoftë se ti del jashtë tokës që është flat ose është e sheshtë, ndodh ai fenomeni, si që thash, Pac-Man, që në momentin që ti shkon aty, në qoftë se
mbetesh i gjallë, sepse pikërisht pra nga temperaturat e ulta, të paktën kështu thuhet, unë po them po përcjell gjitha ato teori. Dhe pikërisht për këtë zhdukesh dhe mund të dalësh diku tjetër. Tjetra është edhe e fundit kjo, që në të gjitha versionet ku ti shikon tokën nga sipër me anë të avionit, ti ke një drejtim të caktuar, ti nuk shkon rreth planetit me avion, por ti bën një trajektore që të është diktuar që të bësh atë trajektore. Pra ti nuk mund të shkosh të bësh një trajektore tjetër. Bile, si që kam thënë dhe herë të tjera, kemi një mikun ton që është një pilot dhe ai thotë që në qoftë se unë do shkoj, thot, nga Australia për në kontinentin e Aukullt, më thonë një trajektore të diktuar, nuk mund të shkosh si të duash ti. Është një trajektore që është shumë e gjatë, nuk është kaq e shkurtër, por që është që na thonë që duhet ta bëjmë kështu, kaq pik, nuk di pse përse. Këtë thot ai, në sintezë. Dhe mundet që këto teori të jenë edhe të vërteta. Megjithatë, unë do të dëshiroja një komentim tuaj dhe nëse keni dëgjuar këtë teorinë ose efektin Pacman. Pres komentet tuaja, hajde, natën e mirë.